Mi mbroma mirë se erdhët në emisionin I Pavarur. Ndodhemi si gjithmonë, si që nga viti I largë 2020, koha e pandemisë, kur ndodheshim në zyrën e kryeministit të Shqipërisë, Zotit Edi Rama, në zyrën e stolisur kështu me piktura origjinale të një nga piktorëve më të mëdhenj të kohës së tij, Edi Rama, unë së bashku me Kristiano Xhanarin. Të dy që kemi nisur këtë emision shumë larg. Kristi është në regji me të madhin Edi Rama. Unë jam këtu vetëm tek pull me hallet e problemet e Shqipërisë, për cilat do të flasim gjërë, po jo gjatë, se s'kemi shumë kohë. Është natë sot, natë e gjatë dimri. Keni kohë të flisim me të dashurit tuaj, të pishni ndonjë gështenjë, të pini ndonjë gotë verë, të tregoni ndonjë prallë, e të qani hallet tuaj duke treguar historitë e jetës tuaj. Oh! Ka nikur ato kohë, s'ka me gjyshe. Tani nuk e gjyshe ke filipineze. Bile pyesin fëmijët, babi si quhesh filipinezja jote? E di to e gjyshe, po do shumë ta shpjegosh. Kristiano, filloj me historitë e para për këtë natë gjatë dimri. Paris, UNESCO, liria globale e shprehjes është përkeqësuar ndjeshëm. Nuk e ka me Shqipërinë, e ka me botën mbar. Ka qenë një periudhë ku në botë mund të thuhet ç'të doje. Mund të kritikoje, mund të thoje mendimin tënd, mund të kishe mendim kritik për atë që ndodhte. Ka një kohë shumë të madhe, ka një hapësirë shumë të madhe, dhe sidomos mos harroni pandeminë. Gjatë pandemisë u pren shumë gjuhë, dhe atë kemi liria globale. Globale, pra, në botë e shprehjes është përkeqësuar ndjeshëm. Në Shqipëri, kjo është ndjerë ndjeshëm me ligjin për barazinë gjinore. Në atë ligj, çka në atë ligj, e ç'keni për të parë, e ç'keni për të hequr në të. Po nëse themi globale, imagjinoni atë dheun tonë në Shqipëri, se si ka shkuar liria e shprehjes. E dini vetë, shikoni vetë. Shikoni që s'ka kritik, shikoni që ajo që bëhet gjëra kritik është më shumë për të rregulluar punë qeverisë sa për kritikuar. Kështu që thjesht ta dini, në qoftë se nuk dëgjoni më mendim të lirë, në qoftë se nuk dëgjoni më mendim personal, në qoftë se nuk mendoni më me kokën tuaj, mos u shqetësoni. Është globale. Urdhro. Kaq për këtë episod, Kristi, më dilni një moment tjetër. Ka ngelur vetëm pak orë, një gjysmë-dite nga ky takim historik. Spiro Pali, vizit 2 ditore në Athinë, takime zyrtar të lartë. Do thoni unë një mrekulli. Takohet ministri e jashtëm e Shqipërisë me zyrtar të lartë të Greqisë. Po çdo të, më fal, nëse e shikoni, vdiqja u bënja ca ditë që më griu kjo. Thonë që merren lek. Po nese. Ishim tek Spiro Pali. Vizit 2 ditore. Çfarë do diskutohet? Ndër të tjera, në agjendën e shpallur, do diskutohet për detin, për kufirin detar. Pra mendohet që Greqia, fqinji jugor, të na hyjë dukshëm në hapësirën tonë detare. Do thoni jo, po unë deri këtu shkoj në ujë, po punë e madhe se e mori, le të vi deri këtu. Greku as na gërcet fare. Së çështja atje. Janë çështje ekonomike, çështje të sovranitetit, çështje të pasurive nënujore e të tjera çështje. Në fund fare, ne këtë pak Shqipëri e kemi mbajtur me influencën ndërkombëtare, le të themi të parën, ato të Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi të gjitha, edhe me gjakun tonë. Tani duhet na e marrim me letra. Ja, urdhë, do shkoj Spiro Pali nesër në Athinë. Dhe këta do të shkojnë të shohin punën e tyre. Unë dua të sjell vëmendjen tuaj faktin që politika shqiptare as që merret fare, as që i kërcet fare, bën opozit për hajdut, bën opozit për narkoshtet, nuk bën opozit për sovranitetin kombëtar. Në fund fare, opozita majtas djathas duhet kishte dalë pikërisht për këtë gjë, për këtë vizitë 2 ditore dhe për transparencën e bisedimeve për detin. Nese. Do diskutohet nesër, e di unë, ka një 2 panele, do diskutohet në për to. Qa do t'jenë me nervë që do thonë tradhtarë, sa do më ç'keni më, po Saliu e nisi i pare, po jo Saliu, po nisi jeti. Do të zien, njerëzit do të merren që tha ky ati, dhe kjo histori do të harrohet. Ecim Kristiano.
ecim vazhdojmë me historitë. Taulandi, i madhi balla. Po ma mundet, po ndoshta më han nga virozat, jo se do të zije me njëri. Reagon ndaj Berishës. Procesi për avokatin e popullit sipas kushtetutës. Natyrisht që është sipas kushtetutës. Çdo thot sipas kushtetutës. U propozua një person, mori vota, me këto vota vajti dhe u votua. Fiks sipas kushtetutës. Ajo që ndodhi ishte krejtësisht kundër moralit dhe nxori në pa marrëveshjen midis këtyre edhe këtyre. Ka plot që gjithë më thonë, pastaj kur e han thonë, kishe pasur të drejtë. Kur e thuj gjeneralës thonë, kur e han prapë thonë kishe gjën e drejtë. Këta Partia Socialiste, Partia Demokratike ishte në një marrëveshje sinkron perfekt për avokatin e popullit Endri Shabani. Do thoni ju pse? Nuk ndodhi gjëma që ndroi jetë larg qoftë avokatja e popullit që ishte në detyrë, u zun nga fil, u ngatruan, përshpejtuan edhe e hëngrën. Se ka dalë Partia Demokratike ka kërkuar ndjes një pjesë e Partisë Demokratike, si e hëngrën ne thon, si na e futën këta. Këta thonë, jo më vlla, ju na e futut, ju e firmosët. E kemi diskutuar këtu, në këtë tryezë ka pasion dhe avokati shumë i nderuar Erald Daga, kandidat për avokat të popullit. Erald Daga e ka çuar në gjykatë kushtetuese farsën e këtyre dhe të këtyre që hapën procesin e votimit të avokatit të ri të popullit, pra në pranverën e vitit këtij viti, pra prill maj, dhe nuk e mbyllën, duke mos e mbyllur si proces, hapën një proces tjetër që është shkelje rregullore së kuvendit. Në këto kushte, nuk është se zuri gafil njeri kjo punë. U dhanë firma, Besim Drejgjonit, që e shpalli Berisha, këtë kemi. Adriana Kalas, që tha, këtë kemi. Anelita Brahaj, Tartar Baze, e me radh. Pastaj, të hoqën firmat, ndërkohë që ngeli firma e Endri Shabanit, të cilin Berisha thot, po se ishte tha në atë grupin, tha, të Florian Binaj, tha ky. Dhe në fakt për atë grupin Florian Binaj në këtë studio, po dhe në të tjera, unë kam thënë, është e pamoralshme. është pamoralshme që merr një të pavarur në Thojza, e vun kandidat për Tiranën, dhe pastaj rreth pavarur i vun Roça Poça, siç ishte dhe avokati i ri popullit, i cili me të drejtë, me që ishte në stafin e kandidatit për kryetar bashkie të opozitës, mori firmat e opozitës. Pastaj thanë fal, po pse m'fal? Ja kështu është puna. Dhe Delta Orland Balla pastaj thotë, është proces kushtetues, drejt, po është kreti pamoralshëm. Më dilte tjetra, lutem? Ashtu. Tjetra është Noka, ky është Muli. PD nis protesta pa ndalim më 22 dhjetor. Fakt është që nuk ka vitin. Se ka 22 dhjetor që ne nisim protestat pa kthim. Dhe vërtet janë pa kthim, por nuk janë as pa mbritje. Tonë në protesta që vinë vërdall, dhe Edi Rama vazhdon shton rezultatin. Muli tash i thot, kërkuam ndjes për firmat e avokatit të popullit, thotë. Të na pristi kokën. Populli shqiptar ka një shprehje. Prifti e paguan fshati. Në qoftë se ti kërkon ndjes për një dëm që i ke bërë dikujt, po dëmin e paguan ai, kjo nuk është ndjes, kjo është tallje. Në rastin konkret, kërkuan ndjes për avokatin e popullit. Po mirë, ndjesa kërkohet me dorëheqje. Ndjesa normale në politik, sepse dëmi është i jashtëzakonshëm. Edi Ramës, opozita, me gabim, i dha një pushtet tjetër, e bëri të kap një pushtet tjetër. E mori këtë person në pushtetin tjetër, e futi rreth e veta, dhe pastaj e çoi Edi Ramës. Më falni, tha, nuk vlen më fal pa dorëheqje. Pra, ka një shprehje latine, chi rompe paga, ko ci sono suoi. Kushtyen, paguar, copat i merr me vete. Pra, ndjes, do thot, copat i merr me vete, por i paguan. Në rastin konkret i paguajmë ne. Ne na shtrëngohet laku, Muli vazhdon të jetë deputet, e merr rrogën Muli. Vazhdon të jetë në kupon e Partisë Demokratike,
Shkërkojnë ndjesta. Dhe tha dhe tjetrën, thakën, që ku shkërkon do recentime do t'i bëj qefin Edi Ramës. Se i plas bireku Edi Ramës, në është muli, luli, tuli, suli. Këta e mbajnë, nuk ka rëndësi për emrat dhe për mbiemrat. Dhe këta e bën pesqesh, Endri Shabanin, avokatën e popullit. Krejtësisht e pamoralshme. Dhe nëse do të nisin protestat pa ndalim, është puna pa ndalim, po kudhlla, se prap prifti do pi e ne do paguajmë, ne do vim vërtetë për protesta, ne do ham gaz, ne do dalim në shi, në të ngrohtë. Pa ndalim nisën dhe protestat e vjetshme në këtë kohë, që i nisi doktori për mosbindje civile. Deri rrëzimin e plot Ramës, tha doktori. Me Ramës ka zgjedhje, tha. Me Ramën kryeministër nuk hyn. Pa qeveri teknike nuk ka zgjedhje. Një tyre zgjedhje, një të humbur, tha i vodhi Rama. Tani, ka kjo një pik pa ndalim sa? 2 muaj, 6 muaj, 2 vjet, 4 vjet, sa janë këto? Pa pushim. Dhe si të përfundojmë nëse Rama vjedh zgjedhjet, apo Rama nuk mundet me votë. Si? Pikpyetje e madhe. Kene përgjigje, Kristi? Jo, thot Kristi. Ndroja atëherë, vazhdo me tjetër gjë. Gjykata kushtetuese pezullon vendimin e GKKO, rikthen detyrë Belinda Ballukun. Ky ishte një nga ato situata që faktikisht na shërben ne për të parë se në çdo gjesh ka ta ndisur shteti shqiptar. Pra, Edi Rama që është mburur gjithë këtë periudhë, ne e bëm tha, Nocë Rrogo e bëri reformën e drejtësisë, ne e bëm tha. Dhe prodhuam një armë që qëllon 360 gradë. Ja u thash deri në emisionin e kaluar, 360 gradë është rrethi. Dhe nëse është një armë që qëllon kështu, i zë të gjithë përveç atij që është në qendër të rrethit. Dhe në qendër të rrethit është Edi Rama. Me këtë armë duket sikur Edi Rama donte të qëllonte edhe Ballukun, po edhe kjo fat erdhi si Shaniko këtu te mitralieri. I tha, Lali, do ikim bashk. Ka zëra që krimi i fuqishëm i organizuar, jo vetëm shqiptarë ka marrë armën, kanë, shoku, se mos bë gaf me këtë. Dhe GKKO pezulloi vendimin, gjykata kushtetuese pezulloi vendimin e kushtetueses, se u bëra lëmsh. GKKO, se cila donte të pezullonte Ballukun. Pra pezulloi pezullimin. Pezulloi pezullimin. Duke pezulluar pezullimin, vazhdon mos pezullimi. Apo jo? Më nxirr çik tjetër të lutem. Berisha, nga 22 dhjetori protesta deri në krijimin e qeverisë teknike. Pse ndërkallëm nga Muli tek Berisha këtë 22 dhjetorin? Sepse një nga ato gjëra që e fru dhe e bëri të mos mbante më ujë pilafi ishte historia Balluku. Ishte një histori, ç'të them si histori, ishte një histori ku Belinda Balluku, zëvendës kryeministra, u pezullua sepse është marrë pandehur nga Spaku. Pikërisht nga Spaku. Duke qenë se është pandehur, duhet lindet detyrën. Duke qenë se Edi Rama s'ka byç ta heq, çoj Spakun dhe GKKO-n. As ata s'patën byç, me thonë. Jo, ata patën, por nuk i la kushtetuesja. Në këto kushte, në çdo vend botës, do të kishin dalë njerëzit me sfurqe. Dhe po mos dilte opozita, në fakt njerëzit do të kishin dalë me shkop bejsbolli kërcimve drejtues të opozitës. Kështu që nga që u trash kaq shumë zullumi, opozita thot, Berisha nga 22 dhjetori, pra thënë jo sonde, sot një javë protest deri në krijimin e qeverisë teknike. Bukur. Dhe këtu jemi me Berishën. Bëjmë një pauzë shkurtër dhe kthehemi pas pak, lutem.